Prokuroria Themelore Publike ka ngritur procedurë kundër personit të dyshuar i cili të dielën dëmtoi xhamin e derës së ambasadës bullgare në Shkup. 55 vjeçari dyshohet se ka kryer veprën penale dëmtim i pronës së të tjerëve sipas nenit 243 paragrafi 2 i Kodit Penal dhe për të njëjtin prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit. Më 11 janari, dyshuari nga urrëtia dëmtoi derën hyrëse të ambasadës së Republikës së Bullgarisë, duke e thyer xhamin e derës me një gur dhe menjëherë iku në drejtim të panjohur. Prokurori publik propozoi që gjyqtari i procedurës paraprake të caktoi paraburgim kundër të dyshuarit, sepse ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje dhe rrethana që justifikojnë frikën se i dyshuari do ta përsërisë krimin. Incidenti në fjalë shkaktoi reagime nga institucionet e vendit dhe ato bullgare. Nga Ministria e Jashtme e Bullgarisë thanë se bëhet fjalë për akt kundër ndërtesës së përfaqësisë diplomatike bullgare në Shkup. Ata kërkuan nga autoritetet kompetente në Maqedoninë e Veriut të ndërmarrin menjëherë të gjitha veprimet e nevojshme për të identifikuar autorin dhe për ta nxjerrë atë para drejtësisë, si dhe për të garantuar sigurinë e misioneve diplomatike dhe konsullore bullgare, stafit dhe pronës së tyre. Rasti është dënuar edhe nga ministri i jashtëm i Maqedonisë Timço Mucunski, i cili tha se bëhet fjalë për rast të izoluar ndaj të cilit institucionet kanë reaguar shpejt dhe me efikasitet. Personi i dyshuar u arrestua të hënën nga policia një ditë pas incidentit.